Superligës është zoti më i keq në futboll. Ama do të më thonë diferenca Një gol pro falem deri në 20, pastaj më i keq është kur është u lut, po loja u kry. Po në ti ty zarra, lënë të rrisim. Po tash 90 minuta e gjatë. 90 minuta e gjatë në Bajramaliu. Jo në Santiago Bernabeu, në Bajramaliu. Diferenca mes ekipeve të Superligës e Ligës parë është ende e madhe edhe rezultati i lojës së parë është po Profas do të modernizu absolutisht. Drenica dhe të kalumën kup ka performu shumë mirë, ka shku deri në finale, nere ka up me penalti, Drenica madje është një varë ekipi kupës, kështu gjithmonë ka pretendu nalt. Ka diferencë në kualitet, ato do të flasim pjesën e dytë më detajsh për Drenicën dhe Ligën e parë. Prof, Malisheva me këto 2 humbjet e fundit, në fakt në 5 ndeshjet, pas ka 3 humbje 2 fitore. A mendon që rrezikon këtë pozitën e tretë, pozitë që nështë për ta është jetike për shkak të daljes në Evropë? Nuk besoj që Malisheva rrezikon, sepse Malisheva vërtet ka edhe ekip cilësor, edhe shtab cilësor, edhe në këto ndeshje me qenë ndeshje derbi, si me lapin të 3 rezultate janë të mundshme, por unë nuk shoh që Malisheva rrezikohet. Sot ka pas mundësi Ferizaj me rreziku Malisheva, por nuk ka fitore. Dhe shihet qartë se pozita ma reale asnjëherë në asnjë kampionat nuk ka qenë se sa që është si vjetë kështu që është. Për gjitha ekipet, po thua? Unë mendoj se për gjitha ekipe është kështu. Po është për shembull, në fillim Suarekën a kemi mendu kaq poshtë? Tash për me qenë real është ekipi i cili rishtas është komponu, posa ka hinë në ligë, shumë futbollistë kanë ardhur dhe në klub kanë qarkullu, kanë lëviz shumë trajnera dhe kjo është, mendoj, rezultat i lëvizjeve që kanë ndodhur brenda klubit. Dhe klubi i ri me menaxher të ri, sigurisht për brenda klubit, edhe pse janë njohës të mirë të futbollit antarët e kryesisë, por ja që vështirë është gjindë dhe në momente vendimtare ka tërhek lëvizje jo të qelluara dhe Suareka ka pas lojtar, ka lojtar të mirë, ndoshta nuk e meriton këtë pozitë aty, por në formën që ka tregu, lëvizjen e trajnerëve që i ka bë, kanë ndiku në formën e ekipit. Kjo do të thotë që keq menaxhimi nuk mund të them keq menaxhim, po më tepër mund të them procesi i bërjes së ekipit është një proces shumë i komplikuar, por shumë fragil. Nuk është fragil, po pas hyrjes në ligë është duhet bëhet në mënyrë ekipore, do të thotë trajneri së bashku me drejtorin, me menaxherin, e bëjnë ekipin dhe në sajt të bërjes së ekipit, për bërjes së ekipit janë edhe ato ambicjet, objektivat ku dëshirojnë me shku. Unë mendoj se në këtë drejtim kur lëvizin shumë trajnerët, do më thonë bërja e ekipit nuk ka qenë në mënyrë ekipore, po ka qenë me individ dhe jo që s'ka futbollist cilësor, po ka futbollist të cilësive dhe karakteristikeve të ngjajshme në mes fush. Janë 2 futbollistë për të paguar në Superligë. Po janë me cilësi të ngjajshme. Do më thonë, në qoftë në ekip në mes fush keni 2 futbollistë të shpejtë, atëherë njëri duhet me qenë me aftësitë me cilësitë antropometrike, duhet me qenë me i gjatë për shkak të lojës në ndërpremje. Në qoftë se keni një tandem të mbrojtësve stoperave, një i shpejt, një i gjatë, diçka thuhet në modelin e mbrojtësve, modeli më i mirë i gjitha mbrojtësve ka qenë Materazzi, Cannavaro. Cannavaro ka qenë lojtar i shpejt, 1.67 sa ka qenë i gjatë, kurse Materazzi ka qenë 1.90 sa. Domethënë gjatësia me shpejtësinë që është e nevojshme edhe në ndërpremje edhe në korrigjim. Domethënë këto cilësi po e kanë fituar Kupën e Botës dhe këto cilësi janë ato që përbëjnë në një ekip i cili pos karakteristikave antropometrike dhe ato motorike, domethënë shpejtësia, forca, janë edhe ato pjesë tjera teknike, por pas aty në teknikë janë edhe cilësitë psikologjike karakterit, dikush është luftarak, dikush është i qetë, gjaktoft, kështu me radhë. Domethënë kjo bërja e ekipit brenda ka qenë të Suareka e ngutshme dhe
dhe ju ka